إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut xhelle xhelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë në këtë ditë madhështore I përcjellim profetit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, Allahu xhelle xhelaluhu e krijoi njeriu dhe e bëri që ai nga natyrshmëria e tij që të ketë prirje për ta dashur pasurinë. Dhe se Allahu xhelle xhelaluhu këto na e potencoi në Kur'an në suratul Fajr kur Allahu xhelle xhelaluhu tha wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Tha Allahu xhelle xhelaluhu dhe ju e doni pasurinë me një dashuri të madhe të pakufishme. Dhe se vetë nefsi nga natyra e tij është që ai përderisa e don shumë një çështje, ai pastaj bëhet koprac që ato ta jep te dikush tjetër nëse I kërkohet ajo. Nëse jep diçka që është e pavlerë, përndryshe atë të cilën e don, ai e shtrëngon dorën për ta dhënë ato të cilën ai e don shumë. E mu për atë vëllezër erdh Kur'ani Allahu xhelle xhelaluhu që të vendos kriterin më të madh dallues dhe sqarues I cili na çon drejt gradave dhe shkallave më të larta të përkushtueshmërisë dhe plotësimit të mirësisë. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an vendosi peshorën e sqarimit të kësaj çështje në ajetin 92 të surës Ali Imran, ajetin me të cilën dhe përfunduam hutben e kaluar. Tha Allahu xhelle xhelaluhu lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nuk do të arrini kur mirësinë e plot dhe përkushtueshmërinë e plot derisa ta jepni nga ajo të cilën e doni, derisa të shpenzoni ato të cilën e doni më së shumti. O vëllezër, sadakaja edhe lëmosha të cilën Allahu xhelle xhelaluhu e kërkoi nga ne që na të japim, nuk është vetëm nxjerrje e pasurisë, por kjo na tregon neve se është gjithashtu dhe adhurim I zemrës në të cilën shfaqet në to besnikëria e robit me Allahun xhelle xhelaluhu. Kur ti e jep diçka të çmueshme shumë, ti e ke vlerësuar dhe e ke madhëruar atë për të cilën jep. Nëse ti jep diçka sa më me pavlerë, me këto ti tregon besnikërinë tënde se sa e vlerëson atë për të cilën ti jep. Nëse është më I çmuari Allahu xhelle xhelalu I cili ka kërkuar prej ty që ti të japish dhe të shpenzosh për hir të tij, atëherë jepe më të çmuarën për më të çmuarit. Jepe më të dashurën për më të dashurin, të cilën ti e don ato, për arsye se kështu o vëllezër e kuptuan ata të cilët u edukuan me librin e Allahut xhelle xhelaluhu. Brezi I parë të cilët I jetuan ajetet e Allahut
dhe më njëherë ato i futën në praktik. Për atë tha Abu Dherri radiallahu anhu, kur ndëgjoj këtë ajet o vëllezër, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, nuk do të arrini mirësinë e plot asnjëherë derisa ta jepni ato të cilën e doni më shumë ti. Tha dije o biri Ademit se në atë pasurinë të cilën ti e don shumë dhe mundohesh ta të bësh dhe është një kënaqësi e kësaj dunjaje, dije se në atë pasuri dashte nuk dashte i ki 3 urtak. Dashte nuk dashte janë 3 urtak në pasurinë tënde. Tha i pari është kaderi dhe caktimi Allahut xhele xhelaluhu, që nuk merr leje kur të ta merr dhe kur të ta humb ato, të mirën apo të keqen me të largu. S'merr leje nga ti që pasurinë që e kije mund të humb për një moment. Dhe këto tha Allahu xhele xhelaluhu në suratun Nahl, tha ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baq. Çka keni ndurtë juaja mund të zhduket për një moment. Tha dhe ajo te cila është te Allahu, ajo është e ngelshme e përhershme. Çka ke dhon për Allahun, te Allahu do ta gjesh. Atje e kije pasurinë tonë që e ke dhon. Këtë që e ki ndor, kjo me njëherë mund ose të të humb, ose të çto nuk din dhe me thonë prej saj çka të të merr. Smer leje e ki një ortak që është caktimi Allahu xhele xhelalu që s'ki sigurinë to. Tha i dyti është ortaku i trashëgimisë. Tha i trashëgimtari menzi pret që ti ta ulish kokën e të vdesësh të ta merr pasurinë të ta trashëgon. Tha i treti je ti i nënçmuar i cili mundohesh për të arritur dhe për të tubuar pasuri e t'ja u lësh atyre përmbas e mundohesh derisa ndoshta i lën dhe obligimet e Allahut, ndoshta ja na shkalon dhe i harron as që i kryen obligimet e Allahut, se un kam puna duhet me punua me të bunë në fund, por kanë i duke e bërë ato. A jep për atë të çmuarin, atë të cilën ti e çmon, a je ai që e për hir të Allahut xhele xhelaluhu, kur Allahu xhele xhelaluhu ka kërkuar diçka nga ajo pasuri që të ka dhuruar, që ti t'japësh nga ajo të cilën ti e dashuron, ai që e jep atë të shtrenjtën për Allahun xhele xhelaluhu. O vëllezër, njëri nga fisi i cili ishte Beni Sulejm, që tha se kishte pas ndodhur me Ebu Dherrin radiallahu anhu, që kur e ndëgjoj këtë ajet, Ebu Dherri radiallahu anhu tha kishte një deve që e donte shumë, vetëm në pasuri që e kishte me veti. Tha kur e ndëgjoj ajetin e Allahut xhele xhelaluhu, tha këtë deve e jap për hir të Allahut xhele xhelaluhu e lëlëmush. E dhuroj dhe e shpenzoj për hir të Allahut xhele xhelaluhu. Gjithashtu shembulli tjetër o vëllezër te ky brezi që edukuan me Kur'an, e ndëgjonin ajetin edhe me njëherë shëndronin në praktikën e tyre veprore. Transmetonin Imam Buhariu dhe Muslimi nga Anas ibn Malik radiallahu anhu, i cili tha se Ebu Talha radiallahu anhu, kur e ndëgjoi ajetin Allahut xhele xhelaluhu, këtë ajet pra surës Al Imran, që Allahu xhele xhelaluhu tha lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tha ai shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ai pastaj ja dhuroi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e kishte një kopsht të tij me pus, quhej Beiruha. Ka qenë shumë e vlefshme o vëllezër pusi që i kanë pas kopshtin me pus. Sigur të na më herët kush ka pas arën me bunar. I kemi thonë ara me bunar e çmuar shumë, e ka dashur shumë kopshtin e tij me pusin e ta. Kur e ndëgjoj ajetin e Allahut xhele xhelaluhu që sa arrin mirësinë e plot ta japi shat që e don më shumë ti, tha ja Rasulullah, unë këtë dua më shumë ti dhe këtë e shpenzoj dhe e jap për hir të Allahut xhele xhelaluhu, që shpresoj shpërblimin e saj dhe shpresoj thesarin e saj ta gjejë Allahu xhele xhelaluhu. A e dini si u përgjigj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? O vëllezër, e përdori fjalën që gjithherë ndoshta e keni dëgjuar, tha bekhin është që përdoret për lumturi dhe për mrekulli e madhe që ndodh e mrekullueshme dhe të lumt këtë vepër që e bëre dhake malun rabih, dhalike malun rabih. Tha pejgamberi selam, kjo është pasuria fitim prurëse, kjo është pasuria fitim prurëse të cilën e ke vepruar, të cilën e jep për Allahun, këtë e ki me fitim. Atë tjetrën të cilën e hanë dhe e pinë dhe harxhon, ato nuk ki prej saj asnjë përveç se një përgjegjësi që do të pyetesh te Allahu xhele xhelaluhu për ta. E më po natë vëllezër, të gjitha burra ishin këto të cilën e ipshin atë më të shtrenjtën për Allahun xhele xhelaluhu. Para atë pyetja është për secilin nga ne. Nuk është pyetja se sa dha e pasuri. Kur të kërkohesh për rrugt të Allahut, për hir të Allahut, që t'i japish ti një sadaka, një lëmosh për Allahun xhele xhelaluhu, jo sa dha, po për kanë e dha dhe çka dha.
Çka dhurove? A dhurove për Allahun xhel xhelalu atë çka e dashte, apo nuk dhurove atë çka e dashte, apo atë që mas pak ti pa të vlerë të ti? Lusim Allahun xhel xhelalu që Allahu xhel xhelalu ta bën këtë ajet në praktikën e veprës tonë, edhe në shpirtin e zemrës tonë. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-ali al-a'la wa salatu wa salamu ala an-nabi al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa wa ba. Të nderuar vëllezër, një shembull tjetër i ndritur nga shembujt të mrekullueshëm të mëdhenj të brezit më të lartë të cilët jetuan me fjalët e Allahut xhel xhelaluhu në kohën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Këto ishin sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët u edukuan me Kur'anin e Allahut xhel xhelaluhu. Ato më njëherë e shndronin kur ndëgjonin ajetet e Allahut në praktikën veprore të veprave të tyre. Ato më njëherë i futshin në praktikë ajetet e Allahut xhel xhelaluhu. Është burri i shquar dhe është djali i sahabijut të madh Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhuma, i cili e kishte një robresht të cilën ai e donte shumë, e quhej Rumeitha. Dhe ky kur e ndëgjoi tha ajetin e Allahut xhel xhelaluhu, që Allahu xhel xhelaluhu tha nuk do të arrini mirësinë e plot derisa ta jepni nga ajo të cilën e doni më shumti. Tha ti i e lirë për hir të Allahu xhel xhelaluhu, se vallahi në këtë dunjë ty të dua më shumti. Tha ty të jap dhe të liroj vetëm për hir të Allahu xhel xhelaluhu. E gjithashtu vëllezër, kishte një cilësi ky burr i madh, të cilën na e cek Ibn Mundhiri në tefsirin e tij, nga shërtori i tij Nafiu, i cili tha se Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhu tha e kishte një cilësi që blente sheqer edhe pastaj jepte sadaka sheqer. Tha të pranishmit i thoshin ja Abu Abdurrahman, sikur ta merrsh se në atë kohë ishte shumë e çmuar dhe ishte e shtrenjtë që të blehet sheqer. E donte shumë Abdullah ibn Omeri dhe jepte sadaka dhe jepte lëmosh sheqer. E pastaj i thonë sikur këtë çmimin që e ban të jepshë diçka që ka dobi, ti çka jep sheqer dikuja për me hëngur. Tha shuj se kam dëgjuar ajetin e Allah, që Allahu xhel xhelaluhu ka thonë kushdo i cili nuk e arrin mirësinë, ai i cili nuk i jep atë të cilën e ka më shtrenjtën, nuk e arrin mirësinë e plot derisa ta shpenzon atë të cilën e don më shumti. Tha dijeni se Ibn Omeri e don sheqerin edhe ai jep sheqer. Atë që e do në jetë, Rabi ibn Khuthejmi të biju i ndershëm, shërptore së saj, gjithherë tha i thonë të kur vinte të dera, të lypë ndë një lyps, e urdhënon të dhe i thonë të dil jepi sheqir. Po si be sheqir me i dhonën, unë e dua sheqirin e jap nga ajo të cilën Allahu xhel xhelaluhu ka thonë të jepni nga ato të cilën e duan. E një herët vjen një vëllezër, një musafir të Ebu Dherri radhiyallahu anhu, dhe kjo të jetë fundi që me të cilën ta mbajmë mend gjithherë në momentet kur ne kemi nevoj shumë, edhe kur dikush ka nevoj dhe të kërkon, përkujtoje kitë nevoj të madhen, që një herit ven një musafir të Ebu Dherri radhiyallahu anhu, e urdhënon bariun e tij që të shkon të devet e tij e ta merr deven më të mirë. Tha shko dhe ma sjell deven më të mirë. Kur shkoi ky bariu, e po që devja më e mirë ishte mashkulli që gjindej aty. Dhe nuk e mori asolli një deve shumë të dobët. E kur e solli tha më të rrethove. Unë thash ma sjell deven më të mirë, ti e prune një, e sjell e një e cila nuk është shumë e mirë. Dhe ishte e dobët. Tha po është çështja se ja ka nevoj shumë për to, dhe e pash që nuk keni deve më të mirë se sa mashkulli që gjindej aty, dhe për to keni nevoj në ditët e nevojës. Tha si ta bia të pastaj, ku është shumimi i tyre? Atëherë u përgjigje Abu Dherri radhiyallahu anhu vëllezër duke thonë kështu, tha inne yawma hajati ilayhi. Dije në mirë, tha se nevoja e ime, dita e nevojës time që unë du të kem nevoj mas shumëti, tha le yawmun udau fi hufrati. Tha dita e nevojës time ma e madhja për to, tha është dita kur do të vendosem në vorrin tëm. Nuk ka ditë mas shumëti që unë kam nevoj që të më gjindet më shumë se në ditën kur do të vendosem në vërë. E për ata i shkoj e mori dhe e theri, atë më të çmushmën që ta jep, për atë më të çmushmin të cilën e çmon dhe e vlerëson dhe e dashuron, ajo është Allahu xhel xhelaluhu. Lusim Allahun xhel xhelaluhu që Allahu të bën praktikën e ajeteve të tij në zemrat tona dhe në veprat tona. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa aqimus salam.